Sa parti i ka ndru në fakt Mimoza Kusari? Mimoza Kusari në fakt ka qenë gjithmonë me vetëvendosjen. Hajgare, s'ka qenë. E vërteta është se Kusari ka ndru krah në politikë. Krejt në fillim, ajo ishte këshilltare politike e kryeministrit Bajram Recepit të PDK-s. 23 vjet më parë. Pas asaj aventure me qeverinë e Recepit, ajo bëhet antare e AKR-s së Begjet Pacollit. I qëndron besnike AKR-s për gati 10 vjet, dhe gjatë kësaj periudhe i shërben si ministre e qeverisë Thaçi, shërbimi i dytë që i bëri PDK-s. Ishte edhe pjesë e grupit parlamentar të LDK-s. Më vonë, pasi e braktisi AKR-n, provoi ta themelonte një parti me Ilir Dedën, por u nda edhe nga Ilir Deda. Prej asaj kohe, zyrtarisht është pjesë e një partie të quajtur Alternativa, por e cila nuk është e shqueshme fort nga vetëvendosja e Kurtit. Pra, zyrtarisht Kusari Lila me letra ka qenë pjesë e vetëm 2 partive, AKR-s së Pacollit dhe Alternativës. Por, është vërtet si ka shërbyer disa krafe politik. Çka do të mendoni për të, është e qartë se Kusari është një operatore e shkatht politike.